Bisedat e bëra mes grupeve kriminale apo personave që kanë kryer vepra penale nuk kanë zbuluar vetëm trafiqe droge dhe vrasje mes organizatave, por tashmë edhe gjakmarrje. Me kërkesë të SPAK-ut, mësohet se janë arrestuar Sabah Nuzi dhe Samet Loka, të dy 31 vjeç, të dyshuar për vrasje, për gjakmarrje, fshehje dhe asgjësim kufome, pastrim parash dhe grup i strukturuar kriminal. Në kërkim janë shpallur Aurel Hoxha, i njohur dhe me emrin Aurelio Kalaveri, 36 vjeç, i njohur si pronari lokal Monopol në Tiranë dhe shtetasi Sajmir Kolaveri. SPAK ka arritur të zbulojë ngjarjen e 5 viteve më parë kur u zhduk pa gjurmë Klevis Leshi. Trupi i tij u zbulua në shpërdet të Kurbinit pas shkarjes së tokës atje. Për ta identifikuar, policia në atë kohë kreu dhe testin ADN-s, kur u verifikua se mbetjet ishin të Klevis Leshit, në atë kohë 24 vjeç. Ngjarja dyshohet se është sagë një gjakmarrje ndër vite pasi të riut më herët janë ekzekutuar babai dhe xhaxhai. Ndryshimet janë se gjithçka nisi në 2012 kur në 10 prill Arben Leshi vrau në Britani të Madhe Agim Hoxhën e mëtej trupin e pajete dogjin makinë. Për këtë ai vonte dënimi me burg të përjetshëm në Peqin kur u ekzekutua në qeli në 15 dhjetor të 2023 nga Sokol Mjacaj. I pari që u ekzekutua për asmëri ishte Xhavit Leshi, babai i Klevis Leshit, në 30 tetor të 2013-s. 3 vite më pas, në 15 maj 2016, u vra vëllai i tij Hajredin Leshi. Xhaxhai i Klevis Leshit u ekzekutua në fshatin e lindjes në Burrel.